Negativ. Ngacmues. Dembel, i talentuar. Pateric. Guzimi. Unë lojën e Anduelit e përcaktoj. Ngacmues. I paqëndrueshëm. Guximtare. Ka qenë përtac, Dembel, ka luajtur me 2 porta. Ka patur Pateric. Negativ. Shpesh herë dhe mistrec. Pika më e fortë e Anduelit është Arti i tij. Kitara dhe kënga. I drejt për drejt. I talentuar. Guzimi. Unë mendoj që Andueli nuk ka ndonjë pikë të fortë. Luajtë sinqert. Tërhiqje mos e kput. Histeria. Model unik. Shumë veçantë. Ofendon. Elinara si fermere këtu. Ku të më shën kom, të më shkon trupi. Tepër të fortë. Dembele vogël. E papërtuar. Ajo është një mbretëresh. Thjesht e bukur. Pika më e fortë e Elinarës është ska. Kujdestare e madhe për Ozin. Ëmbëlsia. Vërtetësia. Ulëret. Nuk ka ndonjë pikë të fortë në këtë lojë. Manipulimi. Nxefet pak shpejt. Mendon se gjitha i di. Jo modest. Pas një lloj takti. Për sa i përket rrugtimit të Andreas, I ka rëshkitur situata që në fillim Ka zgjedhur të luaj me servilitet. djalë që ka karakter. Një fermer i përkryer. Luaj me intriga. Baba i thashë thebeve. Pika e fortë e Andreas ka luajtur bllofin. Vërtetësia, për kujdesja, për buqësim. Prashitja, krasitja. Nuk lishon pej për asgjë. Kur është vet, nuk mundet me bëni debat. I ka argumente shumë dobta. Fake. Një gënjeshtër. Një gjithë përfshirë. një lojë e kopjume. I fshehur. Big Basta si fermer. I mirë. Është kot. Në gjumë, në njëhije, Super studiuar. Si fermer ka qenë shumë i mirë. Nuk është i vërtet. Pika e fortë e Big Bastës se di a ka një të tillë. Mashtrues. nuk përballet dot. Hulumtus për pa diplomë. Unë nuk shoh pikë të fortë te Basta. Gjaktësia që ka. Është femër e fortë. Ka bërë një lojë të vakët. Kjo ka qenë e nana e intrigave. Vërtet pak. Prepotenca. Toksiciteti që ajo përdor. Unë për Big Mama mendoj që Ka tregu karakter të fortë. Për qa dhe sundo. Nuk ka qenë aktive. punëtore, ka po lojë shumë e intriga. Manipulative. Pika më e fortë e Big Mamës është karakteri. Dredharake. Edhe Big Mama nxehet pak shpejt. Kështu jam dhe pik. I kam mbulu ato mangësitë e veta. Shpif. Nuk pranon debat asnjëherë. Vërtet. Artist. Dembel. Argumentat. I dobët është i gjithë. Erandin si fermer e kam parë aktiv. Thjesht një gënjeshtër. Hipokrit. Delja Aziz në mesin e plot deleve të bardha. Gjys fermer. Regjisor i arritur. Lojën e Erandit në Ferma VIP 2, aktrim. Arrogant. Bën humor. Me humor të zi brenda. Është një lojtar emotiv. Ka qenë e lodhshme. Nuk e ka tregu veten siç duhet. Ndryshimi i gjendjes emocionale që ai ka. I humbet rruga mes oborrit. Nuk ka mend. Ka bërë një lojë të pisët. Përgjimi. I pabes. Ylli është një fermer. Ngacmues. Çalon në komunikim. Trupi ylle me një fyll. Nuk mund t'i zësh bes. Dinak. Personaliteti i yllit nuk më ka pëlqy. Pika më e fortë e yllit në ferma VIP është Përgjimi. toksicitet. Tipike një spiuni. Është i pa bes. Intrigant. Ku ka fshehti e kapa dollapa. It's go, 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 go.